Profesor Martini, 0-0 në këtë super sfidë e Ignatia Vllaznia me shumë episode. Ishte avantazhi për skuadrën tuaj, por nuk i shfrytzuat në fund. Ne ishte shumë e tensionuar, ne ishte që me vërtet duhen pikë, por nuk duhet him deri në atë pikë tensioni sa të humim pas atë thjesht. Ne ishte me shumë nervozizëm. Nuk e merituam fitoshim. Unë them që rezultati më i drejtë është Brazili, pavarësisht se në fund mund ta fitoshim sepse kishin dy të raste në bë gol, por unë them që është një ndeshje jo të mirë atë ekipit. Çfarë çeloi tek skuadra? Presioni ose domethënë ishte një ndeshje që nuk do të më humb, edhe duke pas parasysh se do të më humb si ndeshje, ishim shumë të ngurt për sa i përket daljive përpara, marrjeve të topit, pasime, bëjmë gabime, megjithatë ndeshje karakterit, ndeshje që sot nuk hapen rrugë për asnjë moment, luftuan, por u duhet pak më kthjellësi, pak më qartësi, u duhet të punoshim më tepër në çarkullimin e topit, pavarësisht tash që kurshin e fundit mund shënoshim se kishim dy raste për me bë gol, po megjithatë them Brazili është rezultati më i drejtë. Dëmtimi i Kastratit i rënd? Nuk e di, presim nesër të bëjmë një rezonancë, shpresoj që ja megjithatë e lajm nesër. Martini, Ignatia rivale ndër kryesorët e Vllaznisë, por i keni marrë 8 pikë. Duke që një me avantazh. Ignatia ka ekip të mirë, ka pas ekip edhe më të mirë përpara, kam një bilans pozitiv me ta gjithsesi, tash janë ndeshjet vjen fundin, duhen pikë, nuk duhet të shohim kë kundërshtar kemi përpara, duhet bëjmë lojën tonë sepse po kërkuam pikë dhe ram duke ju imponu lojën aty vetëm fazën defensive dhe mos bëjmë ndeshjen tonë, kjo nuk duhet më nënall. Vllaznia përsëri i para, dhe pse me barazim sot, por mund të përfitojë Elbasani? Jo, ka dhe shumë ndeshje janë edhe 21 pikë në lojë. Ne duhet shohim përpara të bëna gati për ndeshjen me Dinamon, se është ndeshje tjetër e vështirë. Kalendar shumë i ngjeshëm, kalendar shumë i vështirë, shpresoj që kena 2 javë më po të marrim me Dinamon, më kismet për ndeshjet tjera. Tifozëria në kulm për të dy kampet respektive, por sidomos e Vllaznisë që ka udhëtuar nga Shkodra. Unë i falenderoj pafund sepse ka pas Shkodrën pafund që i kam takuar edhe para ndeshjes. Atmosferë e mirë, stadiumi i mirë, tifoza mjaftueshëm, ajo që i mungon sot ishin golet. Faleminderit.